أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet janë për Allahun Dhul Jalal, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe selamet kërkojmë ndihmë nga Allahu Dhul Jalal që të na mbrojë nga veset e tona të këqija, sepse atë njeri të cilën e drejton Allahu Dhul Jalal nuk ka kush që mund ta humb, dhe ai njeri që humb veten e tij nuk ka kush që mund të drejtojë për vetëm Allahu Dhul Jalal. Salavatet, selamet I qojmë bisedin tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Na falenderojmë Allahun Dhul Jalal që na dalloi nga gjitha krijesat, që na dha formën më të bukur, na krijoi Allahu Dhul Jalal me madhështinë e vet ashtu siç deshti vet. Allahu Dhul Jalal na krijoi pra ashtu siç deshti vet Allahu Dhul Jalal dhe madhështia e tij, dhe Allahu Dhul Jalal na tha që ne për të metët të bukur të thëmë fjallën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Për me metë krijesa ma e bukur njeriu si njeri, duhet të thëmë fjallën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Mirë po masi të thot fjallën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, thot Allahu Dhul Jalal, ule ballin në tokë për Allahu Dhul Jalal, ne që I thojmë namaz. Ai që e thot fjallën La ilahe illallah duhet të ngrit anën shpirtërore mbi anën trupore që I thojmë agjerim Ramazan. Ai që thot fjallën La ilahe illallah duhet të ngrit anën shpirtërore mbi anën materiale që I thohet zekat. Ai njeri që thot fjallën La ilahe illallah duhet të dalë nga pragi I shtëpisë dhe të bashkohet me miliona musliman një herë në jetën e tij. Pra të gjithë këto ibadete, Allahu Dhul Jalal, të gjithë këto që lidhen me fjalën La ilahe illallah, nuk I boni për tjetër, por vetëm njeriu të jesë si krijesa më e bukur. Por vetëm njeri të jesë si krijesë më e bukur të jesë ashtu siç e krijoi Allahu Dhul Jalal më dalluar. Sepse është ku them se të ulet ballin në tokë për Allahu Dhul Jalal namazi. Namazi nuk është për kurrë tjetër, vetëm njerin që të largoje nga veprat e këqija. Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Thot Allahu Dhul Jalal, falni namazin, se namazi ju largon nga veprat e këqija. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam la'allakum tattaqun, deri në fund ajeti. Për agjerimin ku Allahu Dhul Jalal thot, ju është bë agjerimi obligim, sikur popujve më parë, por çka? Vetëm që të jeni të devotshëm. Jepni zakatin, jepni sadakan, që të shtohet dashuria në mes vete. Shkoni në hax që të njiheni me të gjithë muslimanët. Pra gjitha ibadetet që janë në fe, në Islam, janë për njerit që ngrisin moralin. Që njerit të ngrisin moralin, që njerit të jetë I devotshëm. Mirë po pse ne jetojmë në një kohë të pakohë, pse ne jetojmë në akhir zaman, në ditët para kiametit, dhe ata të cilët falen, ata të cilët luten, ata të cilët agjerojnë, japin zekat dhe kështu me radhë, ata duhet të justifikojnë, ata duhet të argumentojnë pse I bojnë këto vepra, ndërsa ata të cilët nuk I veprojnë këto vepra nuk duhet të argumentojnë. Pra na jetojmë në një kohë të pa kohë kur duhet të argumentosh pse falesh, pse lutesh, pse agjeron, pse jep zekat, pse në hax shkon, këto duhet të argumentosh. Na lutem Allahu Dhul Jalal që të na mbrojë në të kohë të vështira, në kohët në të cilën po jetojmë neve sot. Pra ne si musliman, jo që na vjen turp të thojmë se ne falemi, ne agjerojmë, ne japim zekat, ne shkojmë në hax, po me qetësinë dhe me krenarinë më të madhe ne e argumentojmë atyve se ne falemi. Vllazni, ne besimtar falemi dhe duhet të falemi, ne duhet të agjerojmë, ne duhet të japim zekat, ne duhet të shkojmë në hax, sepse ne e kemi njoftën Allahun që është Zoti in, ne e kemi njoftën se Zoti ton çka I takon, ne e kemi njoftën se vetë ne jemi njerëz dhe neve çka na takon. Ne e dim vllazni se kemi halle, kemi derte, kemi probleme, të gjithë njerëzit kanë halle dhe derte dhe probleme. Në qoftë se nuk lidhemi me Allahun Dhul Jalal, me kon do të lidhemi. Në qoftë se nuk I kërkojmë ndihmë tek Allahu Dhul Jalal, me kon do të kërkojmë. E lidhja me Allahun Dhul Jalal janë këto kushte. Këto janë kushte të cilat na bojnë lidhen me Allahun Dhul Jalal. Ne shumë herë ndëgjojmë njerëz, ne shumë herë ndim njerëz se nuk është me rëndësi se ti a lutesh apo nuk lutesh. Nuk është me rëndësi ti a falesh apo nuk falesh, a agjeron apo nuk agjeron, por është me rëndësi ta kishe zemrën e pastër. Këto shumë herë na thonë njerëzit. Vllazni, ai I cili bën këto ibadete, është e vërtetë që duhet të jetë I pastër. Duhet të jetë në vepra të mira. Mirë, po çka mendoni me një njeri I cili është me të gjithë njerëzit I mirë?
Është me kujshia i mirë, nuk e shkel nderin, nuk rren, nuk përgojon, nuk vjell, mirë, po është keq me Allahun dhul xhelal. As është gjuna për këtë njeri. Është gjuna për këtë njeri. Sepse me të gjithë është mirë, është për vetën e vetë keq, është me Allahun dhul xhelal keq. Ai nuk lidhet me Allahun dhul xhelal. E ai i cili bën ibadete dhe nëse gabon, do të vjen koha, i cili do të pastrohet nga ato gjunahe. Do të vjen koha të cilët e largojnë nga ato gjunahe, se na thamë në fillim që Allahu dhul xhelal na krijoi të pastër dhe don të jesmi të pastër, mirë po me këto ibadete ne jesmi të pastër. Duke i bëhen këto ibadete ne jesmi të pastër. Pra ne sa herë kemi hallë dhe derte duhet të drejtohemi tek Allahu dhul xhelal. Ne edhe në qoftë se dojmë ti lojmë fëmijëve tanë diçka, duhet të jemi shembull ne. Në qoftë se fëmijët tanë nuk na shohin kur duke u falë, kur duke agjëruar, kur duke dhënë zekat, kur duke shkuar në haxh, për këto të cilët na ngrisin moralin dhe na bojnë njerëz që na dallojnë nga krijesat e tjera, ai ku të marrë shembull. Edhe në qoftë se nuk na përcjellej, ne para ti e kena kriju obligimin tonë. Do t'i thojmë Allahu dhul xhelal në ditën e gjykimit se o Zot, ne e kemi krijuar këtë obligim. Ne e kemi krijuar, ne jemi konën shembull për fëmijët tonë. Ne duhet të lutemi, në qoftë se dëshirojmë të kemi rrezik dhe bereqet. Ne duhet të lutemi, duhet të lidhemi në qoftë se dojmë rrezik dhe bereqet të hajrit. Sepse Allahu dhul xhelal e ka garantuar, ai njeri i cili është i devotshëm, ai njeri i cili është i moralshëm, Allahu dhul xhelal do t'i sjellë bereqet dhe begati dhe rrezik pi atij ku s'ja merr mendja dhe në qoftë se mshilën tanë 4 anë të dunjas. Ne duhet të lutemi vëllazni se në qoftë se dojmë razi në familjet tona, në qoftë se dojmë razi në vendet ku jetojmë, në mahallet tona, në katundet tona, në qytetet tona, në qoftë se dojmë razi dhe paqe, ne duhet të lutemi. Ne duhet të jemi të lidhur me Allahun dhul xhelal. Para mendoni në një shtëpi ku të gjithë luten, ku të gjithë janë të lidhur me Allahun dhul xhelal. Ai e din se plakit çka i takon, e din të rivit çka i takon, e din fëmijës çka i takon kur janë të gjithë të lidhur me Allahun dhul xhelal. Ne duhet të lutemi në qoftë se dojmë të jemi të nderuar tek Allahu dhul xhelal, se sado që të jemi të nderuar tek njerëzit, në qoftë se nuk jemi të nderuar tek Allahu dhul xhelal, të gjithë një ditë do të na harrojnë. Është ai Allahu dhul xhelal që na kujton. Na në fund e lutemi Allahun dhul xhelal që të na bojë nga ata të cilët i lutemi Allahun dhul xhelal, e lutemi Allahun dhul xhelal që na bojë nga ata të cilët veprojmë dhe punojmë çdo punë që na çon tek xheneti, qoftë mall apo vogël. Na lutemi Allahun dhul xhelal që na bojë nga ata njerëz të cilët largohemi nga çdo gjuna, qoftë mall apo i vogël, në qoftë se bëhet shkak me na çon në xhenem. Qalu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.